Të sëmurët kardiovaskular ndohen nga virozat e stinës. Të moshuarit që janë më të riskuar këshillohet që të shmangin ambientet e mbyllura dhe të populluara. Mjeku i njohur kardiolog Luter Nuraj thotë se ka edhe të rinj me ujë në zemër që janë me origjinë virusale. Në këtë periudhë ka edhe viroz dhe sëmundje kardiovaskulare. Domethënë tash i rëndon dhe viroza, sepse ka shumë edhe të moshuar që vinë edhe me temperaturë dhe me problemet të zemrës. Prandaj unë do t'jepja këshillë që sa të munden, sidomos këto moshat e treta, të mos shkojnë në për ambientet e mbyllura, si që janë këto lokalet që pinë kafe atje dhe ben shumjes, luajnë domino, autobusat, gjitha vendet që janë të populluara. Ka dhe të rinj që vinë me temperatura, ka dhe të rinj nga këta që kanë bërë viroza që kanë konstaturun, që janë dhe me perikardite. Do të thotë, perikardite do të thotë që ujë në zemër, midis cipave të zemrës, që janë me origjinë virusale, nga virusi, nga momenti i qenë. Por çfarë pasojash japin virozat në organin e të sortë të zemrës? Mjeku Luter Nuraj thekson se simptomat lidhen me vështirësitë në frymarrje, rëndim në zemër dhe bulesë trupore. Këto janë pasoja tek qytetarët që kalojnë temperaturë të lartë apo edhe Covid. Të sëmundjet e zemrës ajo mund të japë perikardit eksudativ, që do thotë midis dy fletëve që rrethojnë zemrën, formohet ujë. Kjo nga infekcioni kuptohet nga virozat, kjo perikardit eksudativ. Formohet ujë sepse uji ka shumë origjina tuberkulare, kanceroze, tjera, po flasim për virozat. Dhe këta paraqesin vështirësi frymarrje për shembull, kanë një rëndim këtu, kanë një debulesë. Dhe jo gjithkush bën viroz, po një pjesë përfundojnë. Qoftë ata që kalojnë Covid, qoftë ata që kalojnë temperaturat larta, e vetëm e pasojë është kjo. Mjeku Nuraj thotë se problemet që rëndojnë zemrën dhe japin dëmtime janë edhe ato reumatizmale, që nuk kursejnë as moshat e reja. Në rast se kanë pasaj dhe probleme reumatizmale. Reumatizmi thuhet shkencë që lëpin kockat dhe ka shon zemrën. Ky jep dëmtime valvulare, por nuk ndihen gjë në fillim. Mua më ka ndodhur një rast këtu pas afër, vajzë e re që ishte me një vështirësi të lehtë frymarrje kur ngjiste shkallët, por nuk kishte pasur ndonjë gjë. Kur bëri ekon, doli me stenozë mitrale, që do të thotë dy valvat mitrale e madhja, fletë e madhe dhe vogël të dëmtuara, të kalcifikuara. Por hapja ishte e moderuar, do të thënë që pranonte vetëm kur sforcohesh. Po këtu nuk vinë për vizitë kur kanë këto shqetësimet e lehta, por kur ato trashen sapen më që janë për të zënësuar valvulën. Pra janë shumë arsye këto që ne shkojmë te mjeku kur bëhemi të smur të vjetë kronik, kur janë dëmtuar organet.